Mjeku çudit botën, nëse hani çdo ditë djathë të bardhë, duhet ta dëgjoni urgjent këtë. A e rrit kolesterolin e keq djathi? Studimet e fundit të publikuar në revistën prestigjioze ndërkombëtare vënë në pikpyetje lidhjen midis produkteve të qumshtit dhe rritjes së niveleve të kolesterolit të keq në gjak. Përkundrazi, është zbuluar se disa përbërës të pranishëm të qumshti kanë efekte antikolesterizues. Edhe ndalimi i ngrënies së djathit për të ulur nivelin e tij në gjak nuk është një zgjidhje e rekomanduar. Kjo është ajo që ne dim tani për marrëdhënien midis djathit dhe kolesterolit. Në sasinë e duhur, djathrat jo vetëm që nuk e ngrenë nivelin e kolesterolit në gjak, por kanë efekte krejt të kundërta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një studim nga ekipi universitar suedez ka arritur në përfundimin se ngrënia e djathit, jo vetëm që nuk do të arrisë nivelin e kolesterolit, përkundrazi, do të sjellë gjithashtu një përmirësim të kolesterolit të mirë në trup. Nëse mendoni se 100 gram djath ka 70 mg kolesterol, të njëjtën sasi që ne gjejmë te 100 gram mish, lope ose levrek ose viç ose pul ose gjeldeti, ne kuptojmë se ai është një domosdoshmëri për shëndetin ton të përgjithshëm. Piramida e re ushqimore sugjeron 2 deri në 3 porcione produkte të qumshtit, me një konsum 2 deri në 3 herë në javë të djathit si një pjatë kryesore në mezen tuaj. Rreth 40 gram djathë të bardhë çdo ditë është një mundësi shumë e mirë për të marrë përfitime. Shqiptarët janë konsumatorët më të mëdhenj të djathit. Një fet djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti vërtet të shijshme dhe të shëndetshme për ju. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një produkt i bulmetit nga më të rekomanduarit për mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që ai ka. Por a e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të konsumuar djathin dhe cilat janë në vlera shëndetësore të tij? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh për të marrë përfitime dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh. Sipas të dhënave të mbledhura nga Healthline, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm për të shtuar djathin në menunën tuaj ditore, pasi vetëm kështu do të merrni një sër përfitimesh për mbrojtjen e organizmit. Në këtë video, sipas Healthline, do të rëndisim arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Është më i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një tjetër vlerë është se duke qenë se ka veti antiinflamatore, ai ndihmon shumë në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të qumshtit, gjithashtu edhe produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar atë në produkte në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon gjithashtu edhe në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm në përthithjen e yndyrnave gjatë gjithë ditës. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinave cilësore. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteinë. Nga ana tjetër, ato japin organizmit ton më shumë energji gjatë gjithë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore edhe për shëndetin e muskujve. Djathi është një burim shumë i pasur i vitaminave. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka funksione thelbësore për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë që vitamina A ka antioksidant që përmban dhe lufton të gjitha llojet e radikaleve të lira. Fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral i cili gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë aciditetin dhe të ekuilibrojë atë. Një bashkëveprim me kalciumin, ai regjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë më të mirë të organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrinë të ruhen më mirë në organizëm dhe të kryejnë gjithashtu edhe funksionet e tyre gjatë gjithë ditës.
Djathi është një burim fantastik i probiotikëve, element këto shumë të rëndësishëm për organizmin tuaj. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tuaj tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilët do të ndihmojnë edhe në përmirësimin e funksioneve të stomakut dhe jo vetëm. Përfshirja e djathit të bardhë në dietën tuaj brenda normës së lejuar, të paktën deri në 40 gram çdo ditë, do të ketë rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj të kockave, citon studimi. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhis, është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet që në mëngjes, trupi juaj do të ketë përfitime të duhura të këtyre mineraleve, elementë të cilët janë shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Përfshiheni djathin në dietën tuaj si një zgjidhje produktive edhe kundër këtyre shqetësimeve. Përfshirja e djathit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do t'i ofrojë trupit edhe një sër lehtësimesh, të cilat do të bëjnë edhe përmirësime të rëndësishme për organizmin. Djathi i dhis është një nga djathrat më të rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj. Kjo falë strukturës së tij unike dhe gjithashtu ai mund të konsumohet në të gjitha format. Ka një strukturë kremoze, shije të butë që përmban sasi të mirë të lëndëve ushqyese. Ai do të ofrojë gjithashtu edhe yndyrna të shëndetshme, proteinat të cilësisë së lartë dhe të ulët dhe gjithashtu nivele të ulta të kalorive më pak se djathrat e tjerë. Por çfarë është i aftë të ofrojë djathi i dhis për organizmin? Djathi i dhis, si njohur si çerve, bëhet nga qumshti i dhis. Ai vjen me një larmi të aromave. Të gjitha llojet e djathrave janë të ngarkuar me lëndë thelbësore të yndyrnave të shëndetshme, gjithashtu me proteina, vitamina, minerale, edhe gjithashtu me vitaminën A, B2, magnezin, fosforin, kalciumin, bakrin, zinkun dhe selenin. Përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të kthehet në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Djathi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të shtuar në dietën tuaj, duke ofruar një sër lëndësh të cilat do të bëjnë ndryshimin për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në përmirësimin e strukturave të tij. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj me konsumin e djathit në mënyrë të rregullt? Djathi është një zgjidhje fantastike edhe për të ulur nivelin e kolesterolit. Djathi i dhis është i pasur edhe me yndyrna të pasura të pangopura që përmirësojnë shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients zbuloi se njerëzit mbi peshë me një rrezik të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin çdo ditë 40 deri në 60 gram djath për 12 javë patën një rritje të konsiderueshme të kolesterolit të mirë në trupin e tyre. Kjo falë strukturës të veçantë që djathi do të ofrojë. Djathi i dhis është gjithashtu një mburojë shumë e mirë edhe në humbjen e kilogramëve të trupit. Ndërsa djathi i dhis është bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Prandaj përfshirja e tij në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të kthehet në një aleat të veçantë në mbrojtjen e organizmit edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit të cilët konsumojnë një mëngjes të bazuar në qumshtin e dhis, që përmban gjithashtu djathi i saj, mund të ulë gjithashtu nivelin e yndyrnave në trup dhe të përmirësojë edhe humbjen e kilogramëve të tepërt. Djathi i dhis do të mbështesë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave. Djathi i dhis është gjithashtu një burim shumë i mirë i mineraleve thelbësore të kalciumit të aftë për të përmirësuar gjithashtu strukturën tuaj të kockave. Fosfori dhe bakri, të cilat i kërkon trupi, mund të gjenden te djathi i dhis, dhe si të tilla janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja të përgjithshme. Prandaj ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën 40 deri në 60 gram djathë çdo ditë si një zgjidhje produktive në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.